Megjithëse nuk ka filluar zyrtarisht fushata elektorale, sepse fillon vetëm 40 ditë përpara zgjedhjeve, e vërteta është që motorët janë ndezur plotësisht dhe debutuesit në këtë fushat nuk po ndruhen që të zbulojnë taktikat e tyre. Neve do bëjmë një analizë pak a shumë të këtyre duke filluar që nga opozita, sepse opozita është ajo që njerëzit kanë syt dhe jo vetëm për të fituar, por edhe për të korrigjuar qeverisjen, për të vazhduar pastaj me partitë e tjera. Duhet thënë që ajo që po bën Berisha është një fushat e cila nga pikpamja e leksikut është një fushat e përkohur. Në ndryshim nga herët e tjera, ndoshta ajo e vitit 2013 është e ngjashme me këtë për sa i përket leksikut të Berishës. Berisha nuk po përdor fjalë ofenduese, fjalë fyse, nuk po sulmon kundërshtarët me banalitetet, paktën deri tashti. Këto ja ka lënë qytetarit digjital, por në ato që kanë autorsinë e tij, firmën e tij, Berisha është treguar korrekt. Berisha po zbaton gjithçka çfarë duhet në një fushatë elektorale, po hedh shifra se çfarë do bëj. Tani këto shifra është pak e vështirë që të korrespondojnë me realitetin. Për shembull, kishte thënë që neve do bëjmë pensionin minimal 200 euro. 200 euro shumëzim për 800.000 pensionista, i thon 1 miliard e 600 milion. Ndërkohë që fondi investimeve është 1 miliard e 900 milion. Që në këtë moment ne kemi probleme, sepse nuk është u di që fondi pensionëve ta barazoj 1 miliard e 900 milion shinseon të gjithë pensionet janë nga 200 euro. Ka shumë pensionet të cilat janë më tepër. Në momentin që e ka barazuar fondi pensionëve ato të investimeve, ky shtet është i marrë fund. Nuk merr fund mbas një viti, mbas 2-3 vjetësh është i marrë fund. Nuk mungojnë ato për uljen e taksave. Janë në fakt teori të cilat në përgjithësi janë të djathës, po sot politika midis të djathës dhe të majtës është me një kufi ndarës shumë të padukshëm, sepse të dyja krahët e politikës e kanë kuptuar që baza është ekonomia. Në një sistem ku njerëzit votojnë, ku fati pushtetit është në bazë të humorit ekonomik të popullsisë, të gjithë krahët e politikës po synojnë pikërisht në këtë në drejtimin ekonomik, në drejtimin e të ardhurave, në drejtimin e taksimit. Dhe vërteta është që jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë po luhet në këtë drejtim. Është ajo fraza e famshme o e Thatcherit o Reaganit që qeveria, më duket se e Thatcherit, qeveria nuk e di ti menaxhoj parat në xhepin tënd më mirë se sa e di ti vetë. Kështu që mendoj që nëse do t'i mbledhin të gjitha këto të Berishës, bëhet një shtet i pamenaxhueshëm. Pastaj kishte këputur atë të madhen tjetër që do bëjmë një audit që nga 2013 se ku kanë shkuar paratë e shqiptarëve. E mira është nëse do ta bëj që nga 91, po duhet të fusi veten në burg pastaj. Kështu që këto hyn pastaj te fusha e profkave. Megjithatë, mendoj që nëse Berisha do të ishte 20 vjet përpara, ashtu siç ishte në 2005-ën, Rama do ta kishte vështirë punën. Mirë, po Berishës i mungon koha. Berisha jo se është 80 vjeç, por i mungon koha që të nxjerrë diçka të re. Berisha vajti 13 vjet në pushtet, por i ka provuar që të gjitha postat e këtij vendi. President, kryeministër për 2 mandate dhe nuk ka çfarë jep më. Pyesja një mikun tim, si është Berisha në aspektin drejtues. Dhe më tha një fjalë të bukur. Nëse Berisha do ishte CEO, pra shefi një ndërmarrje, do ishte një njeri i cili do ishte i suksesshëm sepse dëgjon, reflekton, pastaj bën sipas mendjes së tij, po nuk është se nuk dëgjon. Ama në momentin që përputhet ekonomia me politikën dhe Berishën e ngacmojnë të pushteti politik, Berisha e humbet toruan dhe nuk është më ai njeriu i qartë, ai CEO-ja që duhet të jetë i qartë dhe duhet të jetë i ftohtë edhe ndaj sulmeve politike. Dhe kjo është pika e dobët e Berishës. Berisha nuk ka çfarë nxjerr më lepuj nga kapelja, siç bëjnë ata magjistarët që nxjerrin lepuj njërin pas tjetrit. Berisha i ka mbaruar gjithë lepujt. Dhe ky është problemi i madh i Berishës. Berishës i mungon koha,
i mungon rinia, i mungon ideja, i mungon ajo që quhet prekje magjike. Ai del për çdo ditë në televizor dhe ti nuk e di mëre a janë duke ritransmetuar pamjet e 2005-s apo janë duke transmetuar këto të 2025-s. Dikush do thotë që edhe Rama është i konsumuar, por ka një shprehje të bukur të Anderotit që thotë që pushteti, mungesa e pushtetit të konsumon. Dhe Berishën e ka konsumuar mungesa për kohë të gjatë pushtetit. Pa llogaritur pastaj që ka një parti e cila është e shkatruar në bazë, ku vazhdojnë konfliktet, kur hembasere, o një largohet nga koalicioni, o një tjetër thot pse më vuret e listat e hapura, kjo është histori më vete. Por edhe që i mungon Berishës është pikërisht kjo. Dhe ishte ky Berishë në 2005-ën që kishte këta avantazh, të nuk ishte kopi, budallëqet e kopit, frymrat e kopit, dënglat e kopit, se i bie që pas ka fituar Lulbasha atëherë. Ndërsa tash i Berisha këtë nuk e ka. Si gjithmonë, në fund ju rekomandoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, dritaret e vëllet e kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.